Tashmë është e dukshme dhe e prekshme nga të gjithë puna e nisur në çdo skaj të qytetit të Gjirokastrës, sa i përket ndërtimeve të shumta të rrugëve të kaldrëmta dhe atyre të cilat janë shtruar e asfaltuar. Deri më tani kreu i bashkisë së qytetit ka inspektuar një pjesë fare të vogël të këtyre rrugëve, të cilat janë në ndërtim, pasi prezantimi i tyre për të gjithë qytetarët e qarkut të Gjirokastrës do të kryhet edhe në ditët në vazhdim. Mbi 100 rrugë të brendshme të qytetit janë shtruar restaurimit, ndërsa pritet fillimi i 10 të tjerave. Në çdo ce banorët shpreh mirënjohjen e tyre për këtë shërbim të munguar, i cili ka penguar lëvizjen e tyre. Gjithashtu, pjesë e pandare e rikonstruktimit të rrugëve është edhe stabilizimi i ujrave të zeza, rrjeti i ndriçimit, si dhe mbjellja e shtimi i hapësirave të gjelbërta, këndet e ndryshme shplothëse argëtuese për çdo moshë e të tjerë. Me një fond të posaçëm ka nisur prej kohësh puna për rikonstruktimin e kaldrëmit në lagjen Dunavat i parë, ndërsa punohet edhe në segmente të tjera të lagjes Dunavat. Duke mos lënë mënjane dhe rrjetëzimin e kësaj lagje me histori e me emra të mëdhenj të cilët kanë dhënë jetën për lirinë e atë si dhe intelektual të cilët kanë kontribuar në shoqëri, kreu i bashkisë së Gjirokastrës ka premtuar më shumë investime për këtë zonë. Këtu, siç e shikoni, është një zë shumë i rëndësishëm për trashëgiminë e qytetit Gjirokastrë. Kemi të bëjmë me kaldrëmet. Me kaldrëmet tash që, siç e shikoni, ne kemi hequr gurin e bardhë dhe për të bërë sa më funksionale dhe për sa i përket anës së transportit dhe të lëvizjes së gjithë qytetarëve. Këtu është rreth 800 metër katror kaldrëm, por mbi gjitha ka një element shumë të rëndësishëm. Në lagjen Dunavati 2 e kemi pas problematike për sa i përket ujrave zeza dhe tubacionet e bëra në gjysmën e lagjes shkarkonin në projnë në krah, projnë e Ficos, kurse me këtë projekt, që është rreth 8 milion lekë të reja, fondi i kësaj rruge së bashku me gjithë elementet e tjerë, është tubacioni pra është ndërtuar bashkë me kaldrëmin disa mure që janë përpara nesh. Është një kanal prej rreth 380 metër linear, vendosje e tubit për ujrat e zeza. Natyrisht edhe ky segment i rëndësishëm për qytetin e Gjirokastrës ka elementet që kanë të bëjnë me pjesë të rëndësishme të inxhinierisë, të rrjetit inxhinierik dhe të infrastrukturës inxhinierike, siç janë qoftë për sa i përket tubacionet pra të ujrave të pishëm, qoftë për sa i përket rrjetit inxhinierik të ndriçimit. Kështu që kjo zonë e rëndësishme do të vazhdojë që të trajtohet deri te kinema e re me gjithë elementet që unë thash më lart dhe në gjithë masterplanin e qytetit të Gjirokastrës. Natyrisht pjesa tjetër e sipërme që ne në fund të këtij kaldrëmi planifikohet për vitin që vjen, që do të ketë në vazhdimsi ndërtimin e kaldrëmit dhe pastaj janë elemente të tjerë të fasadave dhe të gjithë rrugicave të ngushta që ka pjesa e sipërme e lagjes, sepse rrugët kryesore kanë qenë në një paket tjetër të Dunavatit parë dhe të dytë, që do t'i prezantojmë më vonë, dhe ato kanë zënë një fond të rëndësishëm që janë rreth 7 milion lekë të reja. Gjithashtu, pjesë e projektit të nisur është edhe rruga Bule Naipi, e cila do të rikonstruktohet. Në vazhdimsi të këtij kaldrëmit do të ketë projekte të tjera, do të ketë projekte sepse siç e kemi theksuar vazhdimisht dhe siç e kemi parë sidomos këtë vit, intensiteti i ardhjes së turistëve në qytetin e Gjirokastrës, i degës kryesore që ne mendojmë se do të bëhet degë kryesore për zhvillimin ekonomik të qytetit Gjirokastrës, turizmi elitar ose kulturor, si vjet ka pas intensitete shumë të larta, por ne po punojmë intensivisht në gjitha këto paketa të infrastrukturës, sidomos infrastrukturës rrugore, që disa asete të rëndësishme të qytetit Gjirokastrës që kanë qenë në monizëm, por janë venitur gjatë kohës tranzicionit, të fillimit të tranzicionit edhe në qytetin e Gjirokastrës, siç janë muzet, dhe ne në rastin konkret këtu kemi muzeun e Çerçistopullit, shtëpinë e Çerçistopullit, shtëpinë e lindjes së tij. Ai do të jetë një aset i rëndësishëm dhe jo vetëm shtëpia që do të rinovohet dhe do të kthehet në identitet, por natyrisht edhe gjitha këto rrugët që ju bën pyetjen do të plotësohen me elementet e kaldrëmit dhe gjithë elementet inxhinierik të ndriçimit dhe ujrat e zeza, ujrat e bardha, elementë të tjerë. Banorët e kësaj lagje shprehen të kënaqur sa i përket punës së kryer nga bashkia, si dhe theksojnë faktin se këtu problemet kanë qenë të kahershme dhe shqetësuese, kryesisht të lidhura me kanalizimet e ujrave të bardha e të zeza. Të kënaqura jemi, ka bën punë të madhe kryetari i bashkisë, zoti Flamur, kemi respekt për të, do me thënë çdo kërkesë që i kemi bërë si popull, na i ka plotësuar. Ka qenë shqetësuese situata e ujrave të zeza? Po, ka qenë. Unë e kam patur vetë në shtëpinë time, u hodh rruga tona atje me beton, edhe gjithu ujrat mua më shpërthien më erdhën brenda në shtëpi. Më vinin gjithu ujrat e zeza brenda, sap që tek ujrat e lavatriçeve të tëra në vinin nga Brailajt më të poshtë. Po që ka bën punë, ka bën. I ka bën të tëra rrugët e lagjes,
i ka shtruar. Ndryshimi keni pasur? Kemi, ashtu, po që prapë na ikin shumë herë dritat në darkë sidomos. Nuk e di pse na ashtu defektet që kemi ne në lagje. Na dritat në rrugë kemi. Po ka raste që nuk vinë dhe këta që të ndrojnë të vënë llambat. Ka patur raste që kemi hipur vetë dhe kemi vënë dhe dritën, se duam që të kemi dritë në rrugë, se jemi plaka, rrëzohemi, bëhemi. Shumë të mira, edhe të leverdishme, edhe duan që në bërë më parë, jo sot. Pse që në bërë më parë këta dinë zimneve, e kupton? Tani që bëjnë e falenderojnë ta që i bëjnë. Keni pasur probleme me urat e zeza, me Ja, kalimin? e shiko projnë se ishte mbushur aty. Si s'ka, ka lagje pa probleme, pas kupira, nuk ka, e kupton? Po që ne si familje s'kem pasur me ta. Që themi tani, të themi që është bërë punë, ja. Një fshat i duket do kullaus. Unë vajta 10 vjetë me këtë zanat, që punoj vetëm me guret, gur gdhëndës. E keni trashëgimi? Jo, e kam përfituar vetë zanatin. Jam ma pasionuar vetë pas kësa pune. Është e vështirë të punosh me gur? Pune e gurit është shumë e vështirë. Të gdhëndësh guri nuk është gjelet, kurse të bësh puna tjera janë shumë gjëra të lehta ato, kurse guri do specialitet. Ka zanatin e tij, ka zanatin. Sidomos në këto segmente. Vështirësi e madhe. Neve punojmë me një radhë pune, e kupton, edhe ajo na i bie më të lehtë punën, e kupton, se nuk e bëjmë rëmuj. Si që shihni vetë, cilësia e gurit është shumë e mirë. Është në parametrat e dur, është me normat që kanë këto, duhet të jetë tek 20 ton, e kupton, ky deri te kalon, e kupton, është shumë gur i mirë. Vetëm këtu në këtë segment keni punuar apo dhe në lagjet të tjera? Jo, kemi punuar dhe në lagjen tjetër në poshtë në 11 janari. Atje kemi mbaruar, tani kemi filluar këtu. Punimet nga ana e mjeshtrave të gurit dhe punonjësve të tjerë vijojnë me intensitet, ndërsa pritet që të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar.